Pesë antarët e opozitës në Këshillin e Mandateve u paraqitën këtë të martë në kryesinë e Kuvendit për të zhvilluar mbledhjen e thirrur nga vetë ata që synojnë shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Megjithatë, mbledhja dështoi për shkak të mungesës së antarëve të Partisë Socialiste dhe të kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, duke lënë pa përgjigje kërkesën e prokurorisë së posaçme. Opozita përmes një deklarate të bardhit apeloi që kryetari të mos pengojë drejtësinë dhe të informojë rendjen e ditës si dhe lojën e si dhe të lejoj pjesëmarrjen e prokurorit dhe të pandehurës në shqyrtim. Akti i mazhorancës në kuvend është një akt i paprecedent, nuk ka ndodhur kurrë që të vonohet shqyrtimi i kërkesës nga Këshilli 2 javë me pretendimin absurd se e pandehura ka kërkuar 3 javë për t'u mbrojtur. E pandehura, kam thënë edhe herës shkuar, mund të kërkojë edhe 3 muaj, mund të kërkojë edhe 3 vite, sepse po kërkohet dërgimi i saj në burg. Dhe çdo njeri ndaj cilit kërkohet arresti me burg, tenton ta shtyjë dhe ta zvarrisë këtë proces sa të mundet. Ai e konsideroi të paprecedent pretendimin se Balluku kishte kërkuar 3 javë për të përgatitur mbrojtjen dhe shprehu keqardhje që për kryetarin e Kuvendit dhe antarët e mazhorancës ka prevaluar kërkesa e Ballukut mbi ato të prokurorisë. Ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku, me sa duket pasi kthyen zyrën e kryeministit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e Kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Dhe apeli im sot shkon dhe një herë për kryetarin e Kuvendit që të mos pengojë drejtësinë dhe të njoftoj rendin e ditës, njoftoj të pandehurën, njoftoj prokurorinë e posaçme. Mbledhja e radhës është parashikuar të mbahet në 6 janar në orën 11, kur do të jenë mbushur 3 javë nga dorëzimi i kërkesës. Ndërkohë, Partia Socialiste ka njoftuar se do të presë vendimin e gjykatës kushtetuese me 22 janar për të shprehur për imunitetin e Ballukut, ndërsa Kuvendi prej 15 dhjetorit ndodhet me pushime. Situata pasqyron tensione mes mazhorancës dhe opozitës me shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme për zyrtar të lartë të qeverisë.